kur nga kioskat e Kosovës dhe Shqipërisë nisën të bënin përçarje mes shqiptarëve dhe të tregonin se kush është më i suksesshëm, shqiptari Kujt Kraine. Kjo temë preku edhe Iglitaren, nuk dilte shpesh në media, por në ato ditë doli. I pyetur në lidhje me këtë temë, tha thjesht: "E di, i kam dëgjuar, një turp i madh, Kosova më një Shqipërisë, nuk ekziston. Lorik Cana dhe Besnik Asin nuk i kam pyetur kur si kosovar, por si vëllezërit e mi, jemi një komb, jemi kaq pak sa duhet të kuptojmë që duhet jemi bashk, dhe puna e tij flisë për këtë, nga Valon Berisha te Vedat Muriqi dhe Tomas Rakosha, mjafton të jesh shqiptar, pavarësisht i Kujt Kraine dhe të Iglitare dera hapet." Dje zyrtarizohet drejtori sportiv i Milanit, ndërsa ne vazhdojmë kioskave të Kosovës dhe Shqipërisë të diskutojmë se kush është më i miri dhe se si nuk na duan andej dhe këtej kufirit, duke dhënë këshilla madje se si duhet të luajnë si Flik dhe Ancelotti. Në faqen zyrtare të Milanit, tani ka dalë njoftimi se Iglitare është zyrtarisht pjesë e kuqëzimeve si drejtori sportiv. Puna e tij në të kaluarën ka treguar se tare u jep një dorë të madhe edhe futbollistëve shqiptar të Shqipërisë dhe Kosovës, kudo qofshin ata. E sigurt është se në këtë kalim të Milanit nuk do të mungojnë lojtarët shqiptar të Milani, pavarësisht se do të jenë më pak se te Lazio. Pasi synime dhe presioni që është e Milani si klub dhe te Lazio janë sigurisht ndryshme, por ndonjëherë ajo që të duhet është një dhënie dore për të treguar aftësitë e tua, dhe disa lojtarë të Shqipërisë mund të bënin mirë nëse do të vinte kjo dhënie dore nga tarjat e Milani. Më i kuotuar është padyshim Mario Mitej, stili i tij i futbollit dhe potenciali që zotëron është padyshim një klasë tjetër. Sigurisht që Milani do të kishte konkurrencën e madhe të Teo Hernandezit, por duke parë ulje ngritjet e këtij futbollistit e Milani, si për shembull të Di Marcos e Interi, nuk do të mungonin edhe minutat për Mario Mitejn. Një tjetër emër do të ishte padyshim Armando Broja. Në fakt Milani e ka vëzhguar nga afër Armando Brojen edhe para kalimit të Tares. Por më shumë se kur, ky transferim mund të ndodhë tani, pasi Broja nuk po gjen veten në Premier League. Për momentin ja vetëm këto dy emra më të kuotuar, pa përjashtuar edhe disa futbollistë të rinj, talente që mund t'i bashkohen në akademisë së Milanit, siç ka ndodhur me Lazio në të kaluarën, ndërsa edhe në grup moshat e Shqipërisë ka disa talente që do të ishin mirë për të bërë një kalim tek moshat e Milanit përpara se të luanin shanset e tyre për ekipin e parë.